Mirë, historia jote besnik është mjaft frymëzuese dhe qëllimi i emisionit është motivues që sjellim gjithmonë personazhet e tilla që japin mesazhe motivuese dhe aq më pak ata persona që kanë arrit diçka në jetën e tyre. Ju keni edhe një kompani, po shqellojmë kështu historinë, pra që nga fëmijëria, pastaj si lindi ideja për me hap kompaninë e juaj. Unë qysh kur kam qenë fëmijë i vogël, gjithmonë kam ëndrru për me kriju diçka dhe me bë diçka. Qysh moshën 12 vjeçare, po e mbushër 13, e kom bë parën teme dhe kom punu vetë, pavarësisht që kom pas kushtet shpepi prindit. Edhe kom ëndrru me bë diçka, po falenderit Zotit edhe miqve që e kom kriju një kompani që është Metal Bava dhe po gjithmonë synimet edhe ëndrat i kom pas shumë mëdha për me arrit. Edhe i bëj apel çdo triut, nëse ka një rrugtim edhe ka një qëllim për me arrit me një pikë, gjatë këtij rrugtimit mundet me pas shumë përfitime më të mira ose që jam mendja që nuk mundet me shku në qatë pikë, duhet më dorëzu me hi me një lakes tjetër, mos t'i ikë qëllime se cilës se me vanon, po prap se prap tjenë. I mban men ato fillimet kur ke hatë... Po qysh si mbajnë men. Se tash duket e lehtë dhe njerëzit shpeshherë e vlerësojnë vetëm momentin aktual dhe ua kanë lakmin. Juve ndoshta edhe shumë personave si jo, po nuk i shohin këto sfidat, sakrificat që... Ajo është e vërtet se ta kanë lakmi, po nuk e din se qysh ke ardhur dhe sa ke hik, sa ke sakrifiku për me ardhur deri këtu. Nuk është e lehtë as pak, po mbi gjitha vullneti dhe dëshira e punës, angazhimi i arrin të gjitha. Edhe është shumë filozofi në veti për me shpjegu edhe nuk është me gjetë fjallë për me shpjegu atë pjesë edhe atë emocione se qysh ke arrit, qysh ke ardhur, qysh ke punu. Do më thonë është vetëm shpirti jam e din se qysh... Hajtë, po e tregojmë pak besnik prej fillimeve tua, kur e ke hap. Cilat janë konë ato flikat e tua? Po në maspare 99-2003 kom kry shkollën profesionale në Shtefan Gjeqar në Dardani. Edhe në vitin 2000 i kam pabru Papenburgu Gjerman, ka qenë organizat mas lufte, i që dhe ka bu ndihma donacione profileve të ndryshme të shkollës, profesionale. Një ndërto kena pas fatin të në silën edhe në shkollën tonë e Prishtinë, në Dardani. Në atë kohë ka qenë drejtari ndjeri Shaban Kastrati. Edhe me ato maqina kena fillu, i ndalë disa kuadra për asaj shkolle. Kena morë shkollë, kena morë mësim, kena bo praktik. Edhe mbi gjitha kër e kena kry shkollën, kena vazhdu në profile se cilën e lamin e vetë. Unë kër e kom kry shkollën në 2003, kom punue 5 vete një dojimit, njëtin profesion, deri sa e kom përforcu pjesën praktike. Sepse në disa lami, shumë lami është njëta që teori dhe praktik janë dy gjërat ndryshme, se më është me mësu në teori, po realisht në praktik nuk është që bëhet 100% se si është e njëjta. Edhe e kom vendos me qelë në 2008, e kom qelë, ja kom nisë me pjesë të vogla, gradualisht, të punu ka 14 orë, 15 orë, 16 orë në ditit. Step by step, pa unë korë, edhe ja sot kemi arritë. Sa punëtori ke pas fillimisht, edhe sa i ke tani? Në fillim e kom pas e që besnikun. Apo? Pa në gradualisht. 1, 2, 3, 4 edhe duke zgjeruar me punë, duke zgjeruar stafin, sot jena 25.